Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton Monitor TV për të nisur ditën e sotme, një maraton në fakt që do t'japim lajmet, do të komentojmë ngjarjet më të fundit dhe do të komentojmë në fakt qëndrimet e artistëve dhe personazheve publik. Në këtë minutazh dua të ndaloj tek çifti më i komentuar, tek çifti më i përfolur, tek çifti që në fakt vazhdon së mbajturi mbërthyer audiencën për ekrani. Do të flas për Briteo, do të flas për Brikenën dhe Mateon. Brikena dhe Mateo që nga përfundimi i procesit sportiv, pothuajse po ndajnë kohën në 24 shtatë bashk. Herë në Kosovë, herë në Shqipëri, këtë herë siç duket si destinacion e kanë përzgjedhur Malin e Zi. Brikena dhe Mateo preferojnë që të shijojnë pushimet herë në mal e herë në fush, i thon këtij muhabetit, do të thënë herë në mal e herë në det, por që të dy me një energji shumë të bukur, me një pozitivitet shumë të bukur dhe me një dashuri fantastike. Unë kam besuar gjithmonë në këtë dashurinë dhe sot vetëm që po faktohet dashuria e Mateos edhe Brikenës. Tani, ne jemi njerëz që shikojmë detajet, jemi njerëz që komentojmë detajet dhe ndalojmë tek detajet. Dhe pikërisht, detajet e bëjnë dashurinë, e bëjnë gjën edhe më interesante, e bëjnë gjën edhe më të bukur dhe e bëjnë gjën edhe më fantastike. Mateo dhe Brikena, ditën e djeshme, nga plazhi i Ulqinit, që kishin preferuar një zonë jo shumë të frekuentuar nga njerëzit, do me thënë ishte zonë kritësisht pothuajse e vetme, kishin postuar në storyt e tyre disa fotografi që ju në fakt i shikoni, ku në thelb ishte perëndimi i diellit, një moment fantastik që në fakt për të dashuruarit është një dhuratë dhe një mesazh shumë i bukur, por nga ana tjetër përpos perëndimit të diellit ishin edhe disa momente shumë të veçanta që Mateo dhe Brikena dëshironin me stil t'i ndajnë me publikun. Tani, nëse hedhim një sy se si është e shkrepur fotografia e Brikenës, do ta kuptoni që Brikena tek fotografia dëshiron të tregon një mesazh, dëshiron të tregon një diçka. Përpos që perëndimi i diellit është në fokus, Brikena dëshiron të tregon diçka në dorën e saj. Tani le t'i hedhim një sy dorës së Brikenës, konkretisht byziliku të Brikenës dhe të kuptojmë detajin e rëndësishëm. Detaji i rëndësishëm është pikërisht te kjo pllaka e rrethit këtu, ku shkruan Mateo 1 në 1. Kuptojnë që Mateo është njëshi im. Brikena ka vënë në dorë një byzilik që i dedikohet emrit të Mateos, do me thënë me emrin e Mateos e ka vënë në dorë, që thotë është 1 për 1, në kupton që është një dhe nuk ka tjetër si Mateo, është i vetmi ai, është njëshi im, është bota ime, është jeta ime. Do me thënë nëpërmjet këtij byzilikut Brikena e shprehën të dashurinë e madhe në fakt që ka për Mateo Borin. Ky është një detaj që në fakt shumë pak e kanë kuptuar, sepse më së shumti jam i bindur që janë marrë me ambientin se ku ka shkuar Brikena dhe Mateo me perëndimin e diellit, të zbulojnë se ku është destinacioni, se sa janë marrë me këtë detaj. Në kuptojnë që Brikena dhe Mateo, do me thënë tashmë, në duart e njëri tjetrit të mbajnë dhurata që ja kanë kushtuar njëri tjetrit, me patjetër se byzilikun që e ka Brikena në dorë, me patjetër që e ka bërë me shumë dashuri për Mateon dhe është në një farforme dhurat nga ana e Mateos, dhe byzilikun që e ka Mateo në dorë, që në fakt është me përshkrim dhe ajo, sepse që të dy kanë vënë në fokus byzilikët. Tani, nëse flasim Brikena ka dorën kështu dhe ka treguar këtë pllakën e rrethit këtu me shkrimin për Mateon, Mateo ka dorën e tij mbi kofshën e Brikenës
dhe Byziliku me patjetër që është me një lloj dedikimi, edhe pse është larg edhe nuk lexohet. Këto dy fotografi janë fotografi do me thënë të nxjerrura me stil, unë e them ashtu, të publikuara me stil, që publiku të shikon detaje të vogla dhe shumë të rëndësishme në fakt të çiftit që edhe një herë e vullosin atë marrëdhënie që unë në fakt e kam përfolur për muaj të tërë, për Brikenën, për Mateon, për historinë e bukur të tyre të dashurisë. Do me thënë diçka që vulloset nga ana e publikut. Unë uroj që gjithmonë gjërat ju shkojnë në këtë formë, gjithmonë gjërat ju shkojnë me mirësi. Uroj që gjithmonë mes tyre të ketë dashuri, por duke që momentet e bukura janë arma e tyre e fortë e lumturisë dhe suksesit. Tani këtu merr kuptim edhe fjala që Brikena dikur e pati thënë she's on top, që unë nga Mateo marr më shumë ti ditë të lumtura se sa ditë, le të themi në thonjza, ditë të vështira. Do me thënë nga Mateo shoh më së shumti lumturi dhe të gjitha këto lëvizjet në fakt që po ndodhin, të gjitha këto momentet e bukura që po ndodhin në këtë dashuri, tregojnë që Brikena dhe Mateo janë vërtet shumë të lumtur bashkë dhe din të japin vërtet emocione interesante. Më pëlqeu si moment, më pëlqeu si situatë, realisht e vlerësoj jashtëzakonisht shumë Brikenën dhe Mateon, të cilët kanë përzgjedhur që të jenë në një moment shumë fantastik të tyre. Uroj me zemër që gjërat ju shkojnë gjithmonë kështu, uroj me shpirt që gjërat ju shkojnë gjithmonë kështu dhe ta shijojnë atë moment të tyre që është momenti më fantastik dhe momenti më cute që Brikena dhe Mateo e kanë për vete, por edhe për dashurinë e tyre. Do me thënë tek çifti kanë vetëm gjëra të bukura, vetëm gjëra të mira, çifti po shijon këto muajin e mjaltit, unë e quaj këtë muajin e mjaltit sepse pikërisht këto pushimet e para, këto lëvizjet e para, këto shëtitjet e para, janë ai muaj i mjaltit që Mateo dhe Brikena dëshirojnë t'i jetojnë, dëshirojnë t'i gëzojnë dhe dëshirojnë që të kënaqen në fakt në këtë rrugtim. Unë uroj me zemër që gjërat ju shkojnë gjithmonë të bukur, gjërat ju shkojnë gjithmonë mirë dhe të jenë të lumtur e të gëzuar në këtë jetë që ato po bëjnë. Nga Mateo dhe Brikena me patjetër që do të kemi edhe rrugtime të reja, me patjetër që do të kemi fokus edhe në media dhe gjithçka tjetër, do me thënë na presin shumë ngjarje në fakt nga çifti, shumë ngjarje na presin nga dyshja, që unë ju uroj vetëm shëndet, ju uroj forcë, ju uroj dashuri për të na sjellë gjithmonë këtë armën e bukur të lumturisë që dita bëj vetëm Mateo dhe Brikena. Qëndroni me ne me subscribe për të arritur të kuptoni të rejat më të fundit.